Forma që ju zgjidhni për të protestuar, ku menjëherë pas fjalës së zotit Berisha fillojnë ato goditjet drejt kryeministrisë, nuk mendoni që mban larg një pjesë të qytetarëve që mund të jenë gratë, mund të jenë të rinj, të cilët mund të vinë dhe të jenë pjesë aktive e protestave. Pse? Sepse menjëherë pas asaj fillon përdorimi gazit lotjetës, si ujit me presion dhe që s'ka një skenar. Her pas here ne ndodhemi gjithmonë përpara publiku, qytetarëve, por dhe opozitarëve, hall kur dalim dhe kemi vetëm manifestim, fjalime dhe qytetarë të cilët kanë ardhur në mbështetje të një proteste të caktuar dhe na kërkojnë që shiko pse s'reagoni, që kjo që protesta nuk mund të bëhet me Xhiron Bulevard, dhe hall kur ka një shprehje më të fortë të pakënaqësisë dhe një reagim për të krijuar simbolikën që këta qytetarë nuk bien dakord me këtë qeveri dhe janë gati të përplasen për të ruajtur të drejtat e tyre dhe liritë e tyre. Dhe në rastin konkret, tani çështja është a kanë të drejtë qytetarët të protestojnë, pa diskutim që po. Po, a kanë të drejtë në opinionin tim, po pse jo, edhe të shpreh një farë revolte. Shiko. Tani ju përplaseni me diçka duhet kemi të qartë. Me policinë. Ne nuk kemi përplasur kur me policinë. Në të gjitha protestat tona nuk kemi përplasur kur me policinë. Dhe për diçka duhet jemi të qartë. Protestat e opozitës kanë bërë të mundur që lajmi mbi keqeverisjen dhe me mënyrën se si po qeveriset vendin në mënyrë autoritare t'i jepet në të gjitha vendet të themi. Ja keni arritur kësaj. Kështu që do të thotë, pa diskutim, në opinionin tim, ky është një qëllim i arritur. Hapi tjetër, apo synimi i Partisë Demokratike apo i opozitës është kthimi i institucionit të protestës si një instrument i shoqërisë për t'i bërë presion dhe qoftë për të shkarkuar qeverinë. Dhe kjo patjetër që nuk vjen me një apo me dy proteste. Kështu që Partia Demokratike po realizon funksionin pse ekziston. Opozita e vendit nuk mund të lejojë një shoqëri që nuk reagon, që mund ta ketë zënë apatia, apo segment caktuar të shoqërisë, apo të themi faktorë të tjerë të shoqërisë që duhet reagoni, siç mund të jenë sindikatat, shoqëria civile apo grupe interesi, të cilët nuk kanë reaguar për shkak të këtij të mënyrës se si po qeveriset vendet, mënyrën se si kjo qeveri ju ka hequr edhe shpresën njerëzve që gjërat mund të ndrojnë. Opozita ka detyrë funksionale, morale, por dhe strukturore të saj, që të protestojë dhe nuk mund të pajtohet me një qeveri e cila po ke qeveris në mënyrën më të keqe të mundshme qytetarët e saj. Tani, opozita her pas here është pararoj për të mbajtur protestën gjatë. Patjetër që nuk do duhen vetëm opozitarët jenë aty, po do duhet që një moment caktuar qytetarët i bashkohen protestës. Dhe kjo është ajo që Partia Demokratike po bën. Në momentet caktuara, edhe kur shoqëria nuk e ka pasur ndjeshmërinë apo e ka konsideruar të pamundur për t'i lëvizur themelet apo për të thyer këmbët qeverisë, opozita ka pasur detyrë të jetë aty. Sot themelet e qeverisë janë të krisura. Sot kemi të bëjmë me një kryeministër i cili nuk ka një qasje të qartë qoftë të ndaj ndërkombëtarëve, po qoftë dhe ndaj politikave të brendshme, dhe kemi të bëjmë me një qeveri në panik. Me një qeveri e cila pritet dita ditës. Po nuk është në panik nga ju. Është nga drejtësia, por jo nga ju. Atë nuk e di. Çështja është pse ju nuk po e shfrytëzoni këtë panik, supozoni nëse është i qeverisë. Nëse nuk do të ishte në panik nga protestat e opozitës, s'do të kishte arsye policia të sillesh aq dhunshëm me deputetët e opozitës. S'do të kishte arsye policia të sillesh aq dhunshëm me qytetarët. Këto janë instrumentat caktuara që tregojnë panikun e kryeministrit për të përdorur instrumenta të dhunës apo të frikës për të trembur pikërisht të gjitha këto grupet e tjera të qytetarëve të cilët mund të bashkohen në protestë. Që do të thotë një panik nga mënyra se si reagon qeveria, duke përdorur policinë e shtetit si një instrument të majorancës për të trembur njerëzit, për të intimiduar njerëzit, për të dhunuar përfaqësuesit e popullit që janë deputetët e opozitës dhe të tjerë personazhe publik të cilët e kanë treguar në protestat e fundit, tregon një panik dhe një trembje të kryeministrit dhe të qeverisë. Tani, themu këndvështrimin tim si shumë protestat e opozitës. Nesër është protesta e 8 kombëtare. Tani që çdo shqiptar që jeton në Shqipëri, por ndoshta edhe jashtë saj, beson që në Shqipëri ka 1001 arsye për të protestuar. Këtë besoj bjem dakord të gjithë, për 1001 halle që ka sot Shqipëria. Por ajo që mua më vjen çudi dhe më habi dhe më kërcet, ndërsa ju sot protestoni
një ditë para apo një ditë më pas, ju bashkë me socialistët shkoni në qytetet të ndryshme të vendit, në një tryez, zoti Boçi, zoti Mazniku, socialistët tjerë, demokratët tjerë dhe flisni për reformën territoriale. Që janë dy bashkëtarët e Komisionit Posaçëm të Reformës Territoriale. Po ashtu, reforma zgjedhore. Ju jeni bërë bashkë, është një front opozitar, ka një marrëveshje dhe do kërkoni sërish bashkëpunimin e Partisë Socialiste. Pra ju... Kjo është parlamentarizm, se s'kemi çaj bërë. Tani, jemi në parlamentarizëm, jemi në protest... Apo nuk njëjmë zgjedhjet dhe... A ka një strategjisë? E mua më duket sikur këto protesta me gjithë të drejtën që kanë demokratat apo qytetarë për protestuar, sepse është e vështirë ti është sot në Shqipëri, ose të paktën përballë një pushteti që ka 83 mandate, që kudo ku të hedhësh syt janë socialistë, në administrat, në bashki, në qeveri. Jo, se ka marrë dhe shumë demokrata. Demokratë socializuar. Demokratë socializuar, ata më keq. E kisha fjalën këtu që realisht është e vështirë ose për të gjetur atë rrugën ose për gjetur busullën. Është e vështirë me 50 maj sa jeni ju në parlament. Keni 5 bashki edhe 50 deputet. Është realisht e vështirë për të gjetur busullën. Por kjo është një, do me thënë, këto protesta duken si kur janë një cikël. Nuk ka një, do me thënë, si kur rotulojni në të njëjtën, si që rotulojni aty të kryeministria, të njëjtat po kthen dhe protestat në vetë, si kur nuk ka një strategji. Do me thënë, përpiqemi të jemi dhe opozit konstruktive, por edhe opozit që nuk pajtojmi me pushtetin, nuk pajtojmi... është kundërthon se gjithë qasja, nuk mund të dalesh në mëngjes të premten, të ulesh në këshillin e reformë, në këshillin kombëtar të integrimit në përkrah Tauland Ballës, në mëngjes, dhe në darkë të protestosh dhe të thosh Tauland Balla përfaqësuesi i regjimit. Tani Tauland Balla është ose përfaqësuesi i regjimit, ose një koleg i maxhorancës me të cilin ti bën opozit konstruktive dhe aspiron që në bazë të një projekti, në një bazë të një plani të caktuar, ta zvendësosh të ikë ai nga qeverisja dhe të viti. Pra janë dy qasje të ndryshme. Dhe për ta vazhduar nëse përfundoj Bruna. Unë mendoj që janë dy qasje të ndryshme. Edhe mund t'ja vërtetoj pse. Qasja është kjo, ose kemi të bëjmë me një vend i cili është në një regjim, në një autokraci, dhe këto janë fjalë që i thot çdo ditë zoti Berisha, unë ndjek të gjitha konferencat dhe dalet që bën zoti Berisha, dhe fjalët më të përdorura të tij janë regjim, autokraci, narkoregjim edhe gjërat e ngjashme. Dhe pastaj cilat janë veprimet e Partisë Demokratike? Sot parlamenti vijoi punën në normalitet, nesër komisionet po ashtu, komisionet e posaçme të njëjtën gjë. Dhe kjo është qasje që njerëzit në thelbi huton. Tani ne do mbështesim një opozit që është radikale, që e ka ndarë mendjen e saj që do i shkojë deri në fund, dhe Partia Demokratike për hir të vërtetës e ka provuar një këtë rrugë dhe kuptoi se në çfarë përfundimi kush ishte i stacioni asaj rruge të ashpër radikale që dogji mandatet, nuk mori pjesë në zgjedhje. Përfundimi ishte që ti do të duhet të kthehesh te institucionet e një ditë. Dhe nga ana tjetër, kur shkon tek institucionet dhe bësh një opozit konstruktive, ti duhet shkosh me projekte, duhet shkosh me plane. Pra, unë nuk jam absolutisht dakord me atë që ju zoti Mushollari thatë në fillim që po protestohet për të mbajtur gjallë institucionet e bërë protestës, apo jo? Ka momente ku shoqëria ka nevojë të protestojë derisa të arrijë elementi final. Jo, kam përshtypjen që dështuar me sukses edhe me ne jemi a mund të them se keni dështuar? Po jo, nuk kemi dështuar. Po ja ta them arsyen. Dështim me sukses se pse Partia Demokratike as këtë mision në thonjza nuk ka arritur do ta ngjiste qytetarët, sepse nëse do kishte qenë suksesshme që qytetarëve t'u mësonte se duhet të protestojnë kur kanë problematika dhe shqetësimet të tyre, ka detyrë, opozita ka detyrë t'ua imponoj ose ti jap leksion qytetarëve. Qytetarët nuk e kanë mësuar se kanë marrë atë leksion. Pse se kanë marrë këtë leksion? Sepse qytetarët nuk mblidhen të dalin të protestojnë për çmimet e karburantit naftës. U lajmërua një protestë në rrjetet sociale, siç as ata që kishin lajmëruar nuk kishin aty protestë. Ndodhi një tragjedi e tmerrshme, nuk kam fjalë për ta përshkruar në Durrës. U mblodhën 10-15 aktivistë të shoqërisë civile aty, që ndezën disa qyrin dhe kaq. Edhe shumë problematikat e fermerët. Ore fermerët në të gjithë botën, në Ballkan, në Greqi, në Serbi, në Maqedoni, ta paralizojnë totalisht ekonominë. Nuk protestojnë fermerët shqiptarë. Protesta më e madhe masive që bëjnë fermerët shqiptarë ose mbushin kanalet me domate, me spesa dhe patate, që